Galeri Oda në Shkodër mirëpriti aktivitetin kushtuar artit bashkohor, ku e ftuar ishte artistja vizuale nga Kosova, Majlinda Kelmendi. Vepra e saj është rezultati i një procesi hulumtimi artistik të zhvilluar në Shkodër, duke krijuar një lidhje të ngushtë me hapësirën ku është krijuar. Te kjo vepër që kam realizuar unë këtu dhe është paraqit, kam shprehur copza të historisë edhe të kujtimeve. I kam punu me të bardhë dhe me gri për me lënë hapësirë që dhe publiku të jetë pjesë e saj. Dhe më tepër, sepse dhe vetë tema është arti, hapësira edhe arti bashkohor. Mikpritësja e aktivitetit Roza Fashpuza ndalet e reflektimi artistik i artistes Majlinda Kelmendi. Galeri Oda është bërë një shtëpi krijimit për te. Ajo ka kalu disa ditë në Shkodër, ka pa vendet më piktoreske të qytetit, ka taku njerëz, ka ecë nëpër rrugica, ka ardhur në Universitetin e Shkodrës, ka shku në Kala, ka shku te Marubi. Domethënë Shkodra me tan bukurit, magjit, misterin e saj e ka intrigu këtë artiste që ajo me kriju diçka. Në qendër të bisedës së hapur me të pranishmit ishin tema si kujtesa kolektive, transformimi i hapësirës urbane dhe roli i artit bashkohor në interpretimin e realiteteve sociale.